Kam dëshirë të mbaj një monolog për peshën e fjalës. Ju të gjithë e dini që fjala ka peshë. Problemi është sa kile peshon fjala. A ka shtuar në peshë, a ka humbur në peshë? Unë them se ka ndodhur të dyja në këto vite. Fjala ka shtuar në peshë, është bërë bullafiqe, është bërë e rëndë. Fjala është kthyer në fyerje. Kur shikon komunikimin e disa njerëzve, të duket sikur ata nuk ushqen me ushqim, por sikur nxjerrin insekte nga goja. Pra fjala kthehet në turp. Por fjala edhe ka humbur kuptimin, është bërë skilipece, fjalën e merr era. Kur e merr era fjalën, kur ajo humbet kuptimin e saj. Kur politikanët premtojnë dhe nuk i mbajnë. Kur kemi me qindra strategji dhe ligje të cilat rrinë zyrtar dhe myken aty. Por a duhet të diskutojmë ne për fjalën në kohë kur kemi me mira probleme? Unë mendoj se po. Në rast se ne nuk bijem dakord për kuptimin e fjalëve, do t'i quajmë dukurit me emra të ndryshëm. Vjedhjen do ta quajmë mençuri. Mashtrimin do ta quajmë shkathësi. Prandaj duhet që të bijem dakord për kuptimin e tyre. Por si t'ja kthejmë peshën fjalës? Së pari, duke kujtuar të parët tanë. Të parët tanë e përdornin gjuhën në mënyrë të mrekullueshme. Kujtoni fjalën që është si mantra, tun gjatë jeta. Faleminderit. Fjalin unë jam mirë kur është mirë Shqipëria. Së dyti, të mbrojmë gjuhën tonë të mrekullueshme shqipe, një nga pasuritë më të mëdha që kanë shqiptarët. Një pasuri dhe trashëgimi historike. Së treti, të shpëtojmë nga këto tekset bajate të këngëve, që po shkatrojnë dhe po të llovitin mendjet e të rinjve. Së katërti, duhet të kthejmë kuptimin fjalëve që kanë humbur kuptimin, si fjala ligj, fjala shtet, fjala vot, fjala liri, fjala demokraci, tu a kthejmë këtyre fjalëve kuptimin. Dhe në fund, të mbrojmë mendimin e lirë, se pa mendim, fjala s'ka kuptim. Natën e mirë.